Arrestimi një 19 vjeçari dhe hetimi në gjendje të lirë një 16 vjeçari për djegjen e qëllimshme të 2 makinave në Shkodër konfirmoi edhe një herë përfshirjen e të miturve në veprimtari kriminale. Policia e Shkodrës njoftoi këtë të hënë se Klavdio Macaj dhe bashkëpunëtori i tij i mitur dogjën 2 mjete në kryeqendrën e Veriut në 9 dhjetor. Gjatë kontrolleve të kryera në banesën e 19 vjeçarit, blut gjetën dhe sekuestruan jo vetëm veshjet e përdorura për zjarrvënien e qëllimshme, por edhe një arsenal armër zjarri. Aty u gjet ky mitraloz dhe municion luftarak. Në banesën e 19 vjeçarit policia sekuestroi edhe një sasi kanabisi. Armët e sekuestruara mësohet se do t'i nënshtrohen ekspertizës për të përcaktuar nëse janë përdorur në ngjarje kriminale në kryeqendrën e Veriut apo zona të tjera të vendit. Vetëm muajt e fundit në Shkodër janë shënuar disa ngjarje kriminale ku është konfirmuar edhe përfshirja e të miturve ose të rinjve. Një 17 vjeçar është arrestuar nga policia e Shkodrës si bashkëpunëtor në atentatin e 8 shtatorit ku u vran Armando Pali dhe Liridon Kraja, ndërsa u plagos Erogen Brajovic dhe një kamariere. Të rinj dyshohet se ishin edhe 2 tritolvënësit në një biznes privat në kryeqendrën e Veriut në 9 dhjetor, ngjarje ende pa zbardhur. Të vazhdueshme kanë qenë edhe konfliktet e dhunshme mes të miturve, kur rasti më i fundit ishte ai pranë shkollës Shena Zejuka, ku 3 persona mbetën plagosur gjatë një përleshje me sende të forta ethika.